Unë jam kon vetë në ambulancë, nuk ka prish ambulanca nulle. Se nëse nuk e ka drejtësia, shkojnë sipas kanunit. Ajo ka njëri që e ka njoft e policia, ai ka pas shumë vepra. Është si rast terrorizëm, është kjo çka ka ndodhur. Djem të nejt ul aty. Më 8 shtator të këtij viti, 21 vjeçari Auron Ferizi ishte duke pirë kafe bashkë me shokët. Një person me iniciale Eshë tentoi t'i privojë nga jeta. 2 ditë më pas, si pasojë e vlëndimeve të marra, Auron Ferizi ndoroi jetën në ÇKUK. Prokurori i shtetit këtë rast e ka cilësuar si vrasje të rëndë. E gjykata themelore në Gjilan ja ka saktuar mosën e paraburgimit të dyshuarit Eshë në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në Prishtinë. E sot, më 17 shtator do të mbahet një protestë paqësore për të kërkuar drejtësi për Auronin. Veç drejtësinë e du. Se nëse nuk e ka drejtësia, shkojnë sipas kanunit. Veç drejtësinë e du. Nëse nuk ka drejtësi, sipas kanunit shko. Që ke marrë vesh ti kur pa ndodhur incidenti? Kur e ku marrë vesh, djali ka ardhur më ka tregu. Unë kur kom shku as në Gilan. Minere nuk më tha nuk vanua ballonta. Gjysore në Prishtinë. Edhe nëse nuk dënohet burg përjetshëm, e du me kom. Burg përjetshëm e du. Se ma kam ju gjallin kur pa pas asni problem, kur asnjëherë në polici s'ka pas raste. Tu punu si o ma mirë. Djali im ka ndruar i shkaku i ambulancës, e cila është vënu. Unë e posh dje reagimet e mjekësisë atje. Nuk pja mojmë ben emnin asoj, që ka thonë që ambulanta nuk është vënu. Ambulanta është vënu, janë kamerat, janë dëshmit, janë dëshmitar gjallë. Djali jem nuk ka pas me të dyshur asni problem. Ka qenë vetëm viktime e rastit, aty ka qenë ullë, se nuk ka pas diçka problem. I pa fajshëm. Ku është tash i dyshuari? I dyshuri është, po mendoj është në Prishtinë. Kërkoj drejtësi, nga drejtësia të merr mosa të repta nga ky person. Kjo është kriminal. Nuk po me çut kjo rast është terrorizëm, nuk po çuj kështu, po është si rast terrorizëm, është kjo çka ka ndodhur. Djem të nejt ul aty, tu pi kafe shembull, ju kam shu. Kjo është diçka, edhe i kam çdo sen unë e dëshmoj në gjykatë, për çdo sen, çdo fjalë që i tham e dëshmoj në gjykatë, se ka pas gjakderdhje që aty e kanë pa njerëz, ka dëshmitar që kanë nejt trupi, as policia nuk e kanë lënë me prek shembull. S'kan guxuar mi dhon ndihmë, kanë nejt aty. Mjek në Prishtinë më kanë thonë që është larg ambulanta pi vendin ngjarjes, kam thonë nuk është larg. 5 minuta është, ka thonë e kanë vanu shumë djalin. Ata e ditën ish pa e ditur në senet, ata e ditën vetë që u vanu. Rastin që ka ndodhur, unë nuk kam qenë në Kosovë. Kam qenë në Austri, edhe live jam kon të folë me gruan e kam kuptuar lajmin që ka ndodhur. Sa ka qenë e vështirë për ju? Shumë e vështirë, nuk muj me përshkru. Ekstrem. Ndjeni për ngjarjen s'kena pas sen. Aroni u ka një pafajshëm, që na kanë edhe na qirt aty. Se edhe pi emocione s'po muj me fol. Na ka dhim të shumë. Gjeliri, po lojmë ligjin pak me bat vetën. Me denu si pas drejtësisë. Aksidenti u kanë tepër i rënd. Kom pas shumë gjakderdhje që s'muj me majt men mirë çka ndodh. Me që di na kanë si shoqni të nejt. Edhe me që kur na ka hi me kerë qashtu. Unë apet ku mujt mi bo ballë plagëve, pa Auroni fatkeqësisht jo. Ambulanca u vanu tepër, dhe me thonë, kur e ka morë Auronin, ka orta në mas gjysore më ka morë edhe mu, dhe me thonë udhës për Gilan, unë jam kon vetë në ambulancë, nuk ka prish ambulanca në udhe. Kom pritë edhe gjysore në udhe qashtu, te isa ka ardhë, ambulanca më morë për zdyti, ambulanca u vanu tepër. Në Prishtinë më kanë thonë kur e kom qua, më kanë vetën, sa e keni larga ballantën. Kom thonë 5 minuta, ka thonë janë vanu vitinja. E shumë ju bo tash tonë vitinjës. Shka më ju bo? Janë vanu, valla, janë vanu. Para se të paraqesim kërkesat tona, do të kërkoja nga gjithë secili prej jush që të mbajmë 1 minutë heshtje për Auronin.
Auroni ishte njëri prej nesh. Auroni ishte qytetar i Vitis. Ai humbi jetën tragjikisht si pasojë neglizhencës institucionale dhe papërgjegjësisë së tyre. Mesazhet tona këtu sot janë të qarta dhe po i shehni edhe në parullat të cilat po i mbajmë në duar. Por si shoqëri civile dhe si familja Auron Ferizit, po i ripërsërisim edhe një herë kërkesat tona. Stacioni policor në Viti të jap llogari për papërgjegjësinë e treguar ndaj rastit. Marr parasysh që kanë qenë në dieni edhe më herët se i dyshuari në fjalë ka qenë i njohur për organet e rendit. Përgjegjësi kërkojmë edhe nga gjykata këtu në Viti. Po ashtu kërkojmë dorëheqjen e komandantit aktual të stacionit të policisë në Viti, Afrim Halilit. Kërkojmë llogaridhënie nga institucionet komunale të Vitis për mos funksionim të Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi, si dhe kërkojmë llogari prej tyre që të na tregojnë se pse ky rast nuk është ndërmarrë më herët dhe nuk kanë marrë ndonjë hap sa i përket sigurisë së qytetarëve. Rasti i Auronit nuk ka qenë i pari dhe nëse vazhdojmë kështu, fatkeqësisht nuk do të jetë i fundit. Andaj ne sot kërkojmë llogari dhe reflektim prej gjitha organeve që i përmendëm dhe duhet të veprohet sa më parë që barazia të vihet në vend. Është shumë e rëndë, na tu kërku drejtësinë. Prej policisë, prej ambulantës, sa jo ka njëri që e ka njohur te policia, ai ka pas shumë vepra. Ka pas ka shkel njerëz tjerë. Ka raste që ka shkel njerin tjetër me motor, shumë të raste tjera që i kanë tregu. Hamone nuk e një atë person. Auroni o ka një djallë shumë i mirë, i botë o ka, kur probleme me kërkan jetë s'ka pas. Inshallah drejtësia punën, inshallah nuk do më kur asnjë herë. Po vazhdoj me pas hala që shto të merë për neve. Auroni o ka një djallë shumë i sjellë, shumë i mirë. Auroni nuk ka pas probleme kur asnjëherë me askënd. Auroni ne kena pas shok shumë të mirë, po na kërkojnë drejtësi tash pi stacionin policor në Vitinj dhe pi gjykatës të Melore, që mos ndodhen më këto raste. Ky djali nipit është. Mana mos ju më shumë. Sot thina nesër se s'ka drejtësia ne na ndodh, temit atij qetër kë. Drejtësia këtu është shumë pangi. Auroni në moj men se na i na rrit bashk. Auroni u ka një djallë shumë i mirë, që s'ka ditë kujna mi thonë kur gjatë keqe.